Mua më bëri përshtypje edhe diçka tjetër, dhe këtë po e them sepse një pjesë e madhe këngëtarëve ka dhe tash ndoshta me kalimin e viteve janë pjekur çik më shumë, më bëri përshtypje shumë dhe korrektesa. Jo vetëm korrektesa, okay, erdhi tash për momentin kemi bubullim as sipër, ishte e stuhi dhe u vënove pak, por gjithë procesi edhe nga Rina, domethënë gjithë procesi deri këtu sa erdhe, se normalisht okay, ti the po, para shumë kohësh folëm bashk, dhe unë u habita që morën telefon dhe datën që the datën erdhe. Seriozisht tash unë ta Marta kujtoj njerëz, unë jam mësuar që do t'i kujtoj edhe dy hera, do e bëjmë as do e bëjmë. A do vish, jo do vi tash u vonova, jo për një sekond. Edhe ishte shumë e këmbë në tokë kjo gjë, ishte shumë professional. Sa e vështirë është thjesht korrekte në botën tonë ballkanse. Nuk është e vështirë kur ki parime të tjera, kur unë për shembull me të premtu diçka dhe mos me majt Nina shumë keq. Nuk flaj natën, domethënë, nëse unë të kisha thonë po vi edhe më mdal tani jo s'po vi, ose kur unë të kallëzoj drejt, kur më ardh thëm po, kur s'më më ardh thëm jo, m'fal një herë tjetër. Po në raport me tjerë dhe të qenit e mirë, të qenit e sjellshme, të qenit korrekte. Varet sa e meritojnë. Se ka njerëz që e vuajnë shumë këtë gjë që dhe ta thonë dhe prindër mos i kaq e mirë. Pra, i dhe e mirë, po mos i kaq e mirë. Mos i mirë me njerëzit se nuk ta ti si ke përballur të pjesën e. Mendoj që duhet më koni mirë, po me pas kufi, me pas boundaries, me pas limitet e tua, edhe m'ja u kallëzu njerëzve limitet tua, se njerëz kanë një herë mirësinë e marrin për naivitet, edhe brishtësinë e marrin për dobësi. Kjo kon edhe rasti jam se unë kur kom dojnë fillim, jo kom pak ma e ege kështu në skin, po jo kon shumë e brisht, edhe shumë e re, edhe shumë pak nështë edhe naive, edhe që kjo pak i ka bo njerëz me keq kuptu edhe me ma shfryzu shumë qato sen edhe me më marë për të keq qena. Mas ne e kom kuptu që jom kon people pleasing të njetën, për një kom pas një meditim një natë, edhe tu meditu, për një moment i kom ndjekët traumat e mija, për shembull si beb, që nuk bën me kajt mos kaj, a di që janë shqiptarët e na. Edhe e kom ndjetë që jam kom people pleasing, e kom kuptu, kon si realizim që e kom marrë pa pritmas. Edhe pja të momenti, ja kom njës ma analizu vetën, edhe e kom pas që e kom pas shumë të vështirë me thonë jo, jom një tepër keq për njerëzit, edhe ka njerë e kom qitë para vetës njerëzit, po kur teprohet shumë për njerëzve, vjen një moment që ja nis me thonë jo, nështë është pak vështirë në fillim, me thonë jo, se jem su të njetën. Nuk është sikur i humë njerëzit. Po, nështë tani është keq, kur se nuk dënë tjertë mu një keq për shkak tonin. Edhe që kjo mundet me të shkatru, kur nuk donë, se nuk është qëllimi tas përgjithësia jote me i bo njerëz më një rahat. A mendoj që ndryshon people pleaser njeriu që a ndryshon dot totalisht? Se di a ndryshon totalisht, unë mendoj që kom ndryshu goxha, nështë i kom edhe pak 5%, se di am hekën a i herë këto 5%, nështë është pjesë e karakterit prap që nështë asë është mo people pleasing, se tash për një me i kom ato limitet e mija dhe nuk është që e kom pas vështirë fillim me thonë jo, po tash thom jo edhe s'ka as arsye tim pse jo. Edhe po Nina shumë rahat edhe shumë rahat në lëkurën tem. Nuk ka ma mirë, është nështë edhe pse zonit të dridhet najherë se me thonë të vërtetën. Se nëse se thu të vërtetën e vunë ma vonë shumë, e vunë vetë, e vunë edhe njerës që nuk ta kanë pas për bërgjë, ti me thonë jo, po, pse të ka ardhë keq edhe tani me dalë jo, edhe ty me të kryu, se ty të kryot me qata njerës që ti i thu po kur zdën, të kryot edhe një resentment, një inat in the back of your head, që ja merr inat e njerëzve kot. Edhe tani ajo energjia bëhet shumë toksike, bëhet një cikël që nuk e din as vetë ku e ka fijen edhe qysh me dalë. Ke pas do një moment, se të gjithë, edhe unë kujtoj ca momente që kanë qenë kështu, aha, njerëzit që nga dhe kështu, se dia. Kujton do një moment që ke këtë aha moment, i thonë anglisht, që pse njerëzit, pse bëjnë këto njerëzit të me thënë? Kujton do një situatë, ndoshta edhe pa thënë emra, po është interesant dhe observimi më i parë për natyrën njerëzore që
they're not all people pleaser dhe sometimes ato I vën limitet dhe ti thua, pas ka limitet veta, unë vetëm unë s'pas kam. Unë kom menu që njerëzit, kur jam kohën e vogël, kom menu që njerëzit janë shumë të mirë, thellë. Thojsha njerëzit menoj që ndoshta I kanë traumat e veta, po thellë krejt janë drita. Tash nuk menoj që krejt janë drita. Tash menoj që secili njeri ka një mision të veten, dikush e ka mision veç me bo keq. Vjen jetë, veç me bo dëm. Qaj është misioni vet. A ki po dove që sa do të këqejën nuk I kthehet. Pse? Se misioni ati është me bo keq, me shake things up. Pa. Edhe që kjo ko një për realizimeve që më ka çudit pak. Se edhe tu kon edhe people pleasing këto jetën ku menu që ketë janë të mirë, edhe unë duna mu sill mirë me njerë, se ata po din ma shumë se one. Ata po aden nuk bën mi bo muni keq, nuk bën muni ata jo rahat, që nuk është përgjësia jam. Njerëzit mi bo muni rahat. Përgjësia jam është me bo veten muni rahat, edhe me thonë ato që menoj, edhe më konë sa ma autentike në veprimet e mia, në ato që jam, edhe në çdo send jetës tem. Po duke ditur këtë, duke kuptuar këtë, që ka dhe njerëz që nuk e kanë dritën, sa do t'i gërmosh, nuk e kanë atë dritën që ti mendon se e kanë. Si me pritshmëritë ti tani? Ndaj njerëzve. Jam shumë observuese. Ndoshta edhe që më ka kalu në shaja në Virgjëresh, se jam shigjetar, po tash më ka kalu dhe Virgjëresh thonë që janë ma perfeksioniste, ma overthinker, ma edhe ndoshta është që kjo ose është që kom ropi dardhës disa herë. Tash I observoj shumë, I analizoj shumë njerëzit, I analizoj gjuhën e trupit, I analizoj çka ka dosh me thonë, pse më tha kështu, pse tha ashtu, pse çdo sen jam shumë detajiste. Po parajonojake të ka bërë? Të qenit në famë, të qenit me lloj njerëzish. Pak, po e kontrolloj, e menaxhoj, e alkemoj. Jam mësu shumë mirë mi alkemu emocionet, edhe kjo kon qëllimi jam pi fillimit. Do isha shumë që ato që pi ndjej që nuk po m'pëlqejnë me mujt mi alkemu diqysh edhe mi çuna drejtim që është profitabile për mu. Mi alkemu në emocionet mira. Tani më qenë përmend gocën e vogël që ke qenë, edhe se çfarë mendoje për njerëzit. Qa është një gjë që se ke humbur nga kur ishe ajo e çmendura që I bëje të gjitha? Po vesh pjesës së muzikës, heqim atë pjesë që okay, se ke humbur atë pasionin. Po, më kanë thonë shumë. Një ban fort që të vjen keq. Kanë thonë shumë njerëz që se di a pendjen edhe ti, po që kam energji fëmijërore. Kur të më sheh live, kur rrin me mu, e kam pak energjinë fëmijërore. Artistat gjithmonë e kanë qatë energjinë fëmijërore. Ton jetën dreamers. Gjithmonë jena dreamers, gjithmonë jena ç'më thon hopeless romantics of life. Edhe nuk e hupem kurrë që ato. Unë halo për shembull pikturoj, kam asi coloring books I vizatoj. Kom loja në iPad që I luj, që I kom lujt kërë më kone vogël, që janë lojna për fëmijë, po I luj hala. Do me thonë, munona ton kohën me rujt qatë brishtësin, thellë dhe qatë fëmijën që e kam, edhe ton kohën munona me komuniku, me meditu, edhe mi dhonë shumë dashni qatë I fëmijës, edhe më konë ajo që unë kisha pas nevoj me pas, offer kur jam kone vogël. Edhe menoj që e kom arrit shumë edhe jam shumë krenare me personin që jam. Menoj që Tina e vogël, se Tina më kanë thirrë kur jam kone vogël, menoj që I shkon shumë krenare me personin që e kom kriju sot. Me Tajnën. Po. Si ndihesh me emrin Tajna? Qa është për ty? Është emër që tash është për përdorim publik të përgjithshëm, ke lidhje me Tajnën ti? Jam mësu me nuk është që ka emni si emër naj histori thellë që e kom zbulu që nuk e kam naj lidhje shpirtërore me emnin ose diçka. Veç që tash jam mësu me një si Tajna, po prap për mu Dorontina, përveç që është një emër shumë I bukur, që më pëlqen shumë, është edhe ajo brendësia jam që prap nuk du me hub kurrë. Oprah Winfrey thoshte që vjen një moment tha I famës ku emri tha nuk është më yti kur e sheh, thjesht përdore nga të tjerë si të dojë dhe ti sheh emrin tënd tha dhe e shef dhe ti tha fillon e sheh dhe ti si lajm. Po për çato po them jo mësu me Tajna, nuk e di e Dorontinën munona me rujt. Si e përballon ti këtë pjesën e si ke menaxhuar pjesën e
emri tënd që mund të përdoret apo kesh përdoret apo të shpërdorohet, e kam fjalën gjithmonë në media në Jam mësu, nuk është që vjen diçka e re, edhe pse nuk është që jam diku kur, se s'di pse e kam pas një energji që gjithmonë më kanë ataku të qysh, edhe kur më konë që si më konë e famshme, gjithmonë emri jem osil, ose në shkollë, ose në mahall, ose në qytet, për diçka që s'u konë e vërtet. Edhe dyqysh mos ke efekti Malena ti. Pregadit zoti pak për nështa më ka pregadit për mu bo ma fort që kur të bona me famë me përballu ma mirë, edhe për një me përballoj shumë mirë, nuk është që nështa një herë muj mu bo nervoz moment me diçka që e shoh, që s'është e vërtet, që është absurde, që s'm kujtohet hiç se tash i harroj, nëse më pyet tash cila është nuk e di. Mos më pyet se nuk i mojnë men, se çaq shumë nuk fokusona, munon aton kohën me ndru fokusin, se çka fokusohesh rritet. Bile isha shqetësu, mos me më shoh kërkush. Kur e bona fondacionin më lëvdojshin krejt edhe dyqysh nuk disha ç'sh muni. Aden, faleminderit edhe ish keni ndjen shumë e re se si isha mësu mos me më shohit kërkush. Hyre pak kështu se Delia e Zezë e quajmë ne, por nuk je tamam Delia Zezë, po hyre në treg dhe je kështu si domethënë je në mainstream, je tek starat, te pop starsat, je atje sipër, po prapë ke qenë kështu si e veçuar, sikur kishe features, po s'ishe, kupton janë këto gangs, the gangs in music. S'ishe part of the gang. Gangs of, si tashum, not the gang, the government gang, not the music gang. Ke qenë kështu si më vetë, dhe më bëri përshtypje se po dëgjoj një intervistë të Madonës, dhe shumë e çuditshme, që Madonna është the star, dhe ai tha unë kam qenë vetëm, tha, e bëja vetë gjërat. Isha kështu e veçuar, tha se nuk më donin asnjëherë. Tash po të duam super, domethënë ty të njihte edhe isa po linduri në fund të Afrikës, kupton? Dhe e lloj fame. Edhe ti më je dukur në pjesën tënde, se do thonë njerëzit krahaso me Madonna, është tjetër, është botë tjetër. Po t'ishte, pra janë thjesht botët janë, po edhe kohët edhe se ne jemi direkt, po i futemi i këngëtar tuaj, jemi pse krahaso. Çfarë duket vetja, po. Çfarë duket vetja. E thash unë ja se tha ajo se kishte Madonna. Por që edhe ti më je dukur pak kështu si ke qenë kështu si në cepin tënd. E kom kuptu që në estradë, në muzikë, në përgjithësi në industrinë e muzikës, pak njerëzit janë si hienat. Të keshin ftyrë, a ke parasysh atë filmin e Simbës, Lion King? Patjetër. Hienat, kur shkojnë te luani. Shumë po dojna, kur në moment dobësie munojnë me të shkatru. E kom vrejt për fillimet, unë si audiencë i kom menu pak ma ndryshe. Edhe kur kom hinë në industri, e kom një energjinë, se e njën, edhe unë nuk muj mu bo kishe shumë po du. Po ku shëndron frika ty që i kthen njerëzit në hiena? Çfarë frike kanë? Se po, ti ke koncerte në sken, tjetri ka po ja merr ti gjithë data. Menojnë që nuk ka vend për këtë, menojnë që duhet më konë veç një vend, veç vend i parë. Edhe ti ndoshta ke stilin tjetër, ndoshta ti nuk krahasohesh me mua, nuk mundesh me thonë ti se pi marrëm nuk po du me krahasu The Weeknd me Lana Del Rey me veten. Letësoj. Amo, për shembull, nuk mundesh me thonë që The Weeknd është ma i mirë se Lana Del Rey, ose Lana Del Rey, se i kanë dy botë ndryshme dhe janë shumë të mirë në ato të vetën. Unë nuk i kisha cilësu kërkon numër 1. Dyqysh, se cili e ka botën e vetë, edhe është numër 1 në botën e vetë. Hienat e ke fjalën për gjinin femror apo dy gjinit? Jo, dy gjinit, për krejt. Unë nëse du ty si artist, unë ta thëmë, ti shumë i mirë je dhe të suportoj. Po momentin që ti nuk e kit njëjtën energji me mua dhe unë e një, atëherë nuk kam arsye unë më bo shok e shoqe me ty, edhe më bo kishe po duhem veç pse na dy bashkë kur t'jemi në për story edhe në për TikToka na rritën viewsat. Aden, mun primare kam energjin, edhe kam besnikrin, edhe kam autenticitetin, edhe mu një rahat me personin që po rri. Nëse unë nuk një na rahat, edhe në paqe, atëherë unë s'kom pse me najt matë. Si ta marrë vesh, ku me ditë sa me dasht. Nështë ta du shumë du. Po momentin që ti ma vërteton që nuk je, i duhuri, unë në mo nuk du. Më dronë, si me pull. Nuk është që vuju në tani mas nej. Do me thonë, mo e ki kallëzu ti vetën edhe, okej, respekt për ty, ama në distancë. Edhe që kjo u konë edhe menoj edhe me tjerët. I kom do në estradë që i kom pak ma ofër se të tjerët, po me kërkon nuk e kom kështu me thonë teze mu bo. Teze.
thojmë Kosovë. Teze, po dost apo si thoni, dost është tjetër. Teze. Po Teze shuri kur je shumë teza i është afër. kur bëhesh shumë Kur bëhesh shumë i afër. Se ne teze kemi ndryshe. Kur një gocë për shembull tash E është kom bërë që e kom po që këta kanë problem. Unë një për shembull do që njerëz mendojnë që janë tepër shok, po çfarë thojnë për njëri tjetrin. Edhe rrin ton kohën bashkë, edhe unë çudita. Edhe që kjo dyqysh më ka bë me thonë, kur i kom po edhe me njëri tjetrin, ma shumë më ka bë me thonë, prej se ky nëse ja bën këti që po rren që e ngjeqës 20 vjet, mu më han krejt. Edhe që kjo më ka bë me u distancu. më thuaj kështu shpejt, çfarë të vjen në mendje? Sa njerëz që ti realisht you love them in your business. S'po themi atë që you don't love, po atë që you love, emra që të vinë më një herë. Që Ylli për shembull, Ylli është shumë i mirë. Yes, he is. Kida është qik shumë e mirë, Durata është shumë e mirë. Ka plot që janë shumë të mirë. Unë s'po them për artistat, ma shumë janë njerëz e tjerë, dyqysh, që janë në industri, se artistat. Artistat apet dyqysh i kuptoj, se na i kalojmë senet e njëjta bashk, edhe i kena eksperiencat e njëjta, i kemi të hekmet e njëjta, traumat e njëjta, edhe menoj që duhet me kuptu ma shumë njëni tjetrin, edhe mu bo ma shumë për njëni tjetrin, se me këshyr njëni tjetrin me ego, se që shmuj me kuptu, unë një artist nuk mundet kërkush tjetër me kuptu, as qka hek, as qka i pëlqen, na qaq shumë mujna më konë ndryshe, sa jena edhe qaq shumë të njëjtë. Edhe që kjo menoj që duhet mu hek ajo perdja e egos, edhe projektimi me ego, edhe mu konë ma suportus për një me njëni tjetrin. Edhe empatia, njerës që jenë empatik, i nimon ma shumë, se është e kundërta e narcisizmi. Tani jenë edhe ado artistat që jenë artistat mdhaj. Tani aden po ka edhe kësi edhe asi. Duhet më konë balansi, duhet më konë dëtë. Edhe narcistat duhet me egzistu. Se mës me egzistu ata, mo kejtë mirë, s'ka kuptim. Megjithatë, sa do empatike, sa do gocat janë e kam më shumë për gocat. Meshkut janë tjetër qenie prap. Ato ne jemi nga Venusi, ato vinë nga Marsi, ka qenë një libër dikur. Pra janë planet tjetër. Gjithsesi për goca, sa do empatike, sa do me këmbtok, sa do gjithë gjërat bukura që thash, prap në marrëdhënie për shembull, në marrëdhënie intime, më duket sikur të gjithë femrat e zonja, femrat e arira dhe sidomos që janë në këtë lloj biznesi. Nuk e di ti si e ke ndjer këtë gjën. A mund të kuptohesh ti në marrëdhënie? A është e vështirë të ndihesh e kuptuar? Është e vështirë se ka shumë meshkuj jo të shëndetshëm qarkullim, edhe intimidohen për suksesit të një femnës. Që shtash edhe ma heret edhe në muzik, munohen me t'i hek vlerat pak, se nuk jeti reperi, njoni për reperit, ma të mirë. Nështë ta projektimet e vetat pasigurisë dhe egoja fragile i bën pak me konkurru me ty, me një farë mënyre, edhe të konkurrojnë fsheftaz, që edhe të shohin, nështë ta kur jeni femën e suksesshme të shohin si trofej, nuk shohin si qenje, shohin si një figur imagjinare që ata e kanë projektu si pas çka po di imagjinatës vetë, edhe ti e trofej që ata duhet me fitu, që me rrit egon e vetë, fragile, me kallëzu shokëve që unë vlej se kështë çfarë femne kam. E unë këto, që kjo që shke e suksesshme, e ula e shkatrova. Shiko, po edhe nëse nuk është ky lloj mashkull, është një djalë i mirë, një djalë vërtet i mirë. Po, nëse është kem të folë për jo të shëndetshëm. Po, edhe një më i shëndetshëm. Pra mua më duket shumë e vështirë, sidomos në botën tuaj të artistëve, që një njeri do muajt e parë mund të jetë okay, nëse nuk është i profesionit tuaj, që mund të jetë do i facë, facë. Po pra që jo vetëm kuptoj, po thot, ti do i thua shika unë tani se kam koncert në Zvicër, deri në ora 4 mëngjesit, pastaj do vi prap, kam intervistë me Dalinën, do vi prap, ndërkohë ai gradualisht do thotë ora biologjike, fëmia, ndërkohë ti thua një sekond se mua më erdhi një propozim nga si marshmallow tash erdhi nga David Guetta. Te një sekond, sepse këtë e di, e kam folur, para 2 javësh po flisem me një artiste që është buk në profesionin e saj deri në 2027, më tha Dalina është e vështirë të mbash lidhje, thash s'po kuptohemi, sa do të mrekullueshëm janë, unë këtë kam tash të bëj tërë jetën. Nuk e di se si ndihesh ti te kjo pjesë, se deri ku mund bësh kompromis ti. Me të kallëzu drejt, jam në një moment tjetës që nuk mirëna me këtë temë,
edhe nuk e kom menu me ta këthy përgjigjen. Po, çka më i me thonë është që është vështirë nështë ta, se unë për shembull edhe një këngëtar mashkull t'i shkon, e kisha pas nështë ta të vështirë me kuptu, edhe pse jam edhe vetë këngëtare, se i ki nështë ato kriteret e tua, ose pasigurit e tua, ose gjelozit e tua, qa po di. Amo ka raste nështë ta që e kanë gjetë, që e kanë gjetë gjuhën e përbashkët edhe e kanë kuptu një tjetrin. Ka nështë ta partner për të gjithë, ose s'ka, nuk e di, nuk muj me thonë, nuk është që jam eksperte e kësaj teme. Nuk është që më breng shumë, ose më shqetëson, se që the edhe vetë jam shumë self-sufficient, edhe nuk kam nevoj me më dash dikush, ose me më kujdes dikush, ose me më kuptu dikush, nëse më kupton mirë, nëse se më kupton, okej, prap, nuk jena për një tjetrin, si në shoqni, si në familje, si në çdo sferë tjetës. Nuk është që një shumë, se nuk e kom fokusin shumë në atë pjesë që me pas prioritet. Prioritet e kom ma shumë mirëqenjen tem edhe karierën tem. Nështë është pak egoiste. Po tash jo, ne, se 28 ke kohë që të fillosh të shqetësohesh, pastaj se fillon. Nuk është sot për ajo që po të diskutoni edhe për muzikën që është vala, është rrotull. Po mundot më kone vështirë, nështë për një njeri bazik që nuk ka lidhje me këtë botë hiç. Po nështë ka edhe raste që mujnë edhe me kuptu, nështë ka, s'po di, si dihet kur nuk e din, nuk mundesh me folën përgjithësi. Po nuk është e çuditshme për shembull që ti mundohesh kaq shumë arrin në këtë moment që jeti 28 vjeç që flet me këtë vetë aktualizimi që ke arritur edhe spiritualizmin edhe me leximet që ke bër. Pra ti ke arritur që dhe përveç të self-sufficient, ke eksperiencë që shumica në moshën tënde nuk e kanë, sepse kështu është vetë profesioni yt. Dhe është pak e çuditshme për shembull që njëri dhe thotë pastaj vjera ka një mendim. Po, a di që shumë do këtë realistin me që se muhabete mu, më do këtë që jëm të jetu me një planet tjetër, edhe këta kanë ardha alient, edhe jëm të folë për vjera. Ta me thonë gjithçka, më do këtë shumë, se qatë shumë nuk e kom fokusin në kësi tema, se që më do këtë një tem aliene, një tem jashtëtoksore. Po, edhe du t'jetë një alien në fakt që... Kur është standardi, do me thonë, sidomos në shoqërinë tonë, martesa, vjera... Holla, tezja... Dhe sidomos edhe këtu në Shqipëri dhe ju këndoni, ti thua këtë, po ndërkohë keni Kanazhezhin, të atë tradit Kanazhezhi, martesën një gjë e madhe. Po, e vërtet. Se s'merdhe në martesën, të erdha në martesë. Jo, se ki thirë, se më thirin dasëm. Jo, se më thirin dasëm. Do me thënë edhe pastaj jeni ju këtu edhe një moment, thua, si mund të... me këto muhabete, si mund të pushjem unë me 80% të njerëzve? S'puqesh heq. S'puqesh do.